sot kam marrë edhe për të kërkuar ndjes ndaj një djali të ri, tuke kisha, për të kërkuar ndjes se nuk shkova dot në Lushnjë. Nga që ishte shugurimi meshtarak, i Gaetano Leshi, dom, Gaetano. E jashtë knajsi, a do më falje që s'ka marrë atje? Patjetër, shumë i urtë ky. Shiko ato, ishte ka i gjë të veçantë, sot do të jetë një mesh, unë kam për ta ndjek, një mesh që ky do drejtosh ti Gaetano. Po, do të këndoj sot për të gjithë. Për me falenderu Zotin për çdo bekim e çdo dhuratë që na ka dhënë jetë, e pastaj edhe pjesa origjinës, pastaj është normale që lidhe dhe më shumë lidhjet e gjakut edhe që ta kuptoni kush është Gaetano. Gaetano ka lind në Plug Lushnjës, apo? Po. Nga dy prindër mirëdor, babi nga fshati Lufa i Mirditës. Plumblleshe. Edhe mami? Mami ka lind në fshatin Kurbnesh, por origjina është Prosek. Për i Proseku. Po. Tani është interesant. Po na bie të kim kjo, ha? Okej. Është interesant dy prind në Lushnjë dhe ti ke lind në Lushnjë. Po. Pse në Lushnjë prindet? Po, sepse ata kanë lëviz në vitin 93 nga zonat këtu atje, por sigurisht për motive më shumë ekonomike, shoqërore, edhe mungesat e që në atë kohë dhe për një jetë më të mirë. Për një jetë më të mirë, atje. Okej. Tani ti atje në Lushnjë je shkuru meshtarak, ndërkohë që ke disa hapa, domethënë kur ishte thirrja që ti kuptove që ke një thirrje, kur ishte thirrja, sepse ti fillove rrugën e meshtarakut. Patjetër. Domethënë një rrugë tjetër që jo shumë të ri e ndjekin. Sigurisht. Atëherë, para ajo është një thirrje që vjen prej Zotit. Domethënë edhe nga ana tjetër është liria e njeriut, e liria jeme që i përgjigjem kësaj thirrje. Normalisht që e gjitha ka një histori, por deshta me fillu pak edhe me familjen, sepse tradita, besimi, feja fillon me rranjët, me familjen, kështu që kam pas fatin me pas një gjyshe shumë besimtare, edhe pse në atë kohë nuk lejohi besimi, por ata e kanë zhvillu pjesën e besimit në familje, dhe kështu që edhe mu ma kanë përçu familja pikë parë. Pastaj hapi i dytë është famullia. Famullia është në tjetër e pali Lushnjë. Lushnjë, po, është kisha atje, kisha katolike. Po, hapat e parë me katekizmin, me mësimet e fesë, pastaj me Donxenon, që ka qenë ish famulitari aty në atë famulli, edhe dal nga dal është pjek edhe jeta në fe, jeta në thirrje. Pastaj edhe me hapat e tjerë duke u rrit, si adoleshent, si djalë i ri, një dëshirë e madhe ka qenë se pse mos të kiem edhe unë si Donxenon, pse mos ta kiem edhe unë një jetë si kur e ka ky, me udhëru të tjerëve. Bravo. E pastaj avash thirrja është pjek edhe më shumë me kalimin e viteve për mbledh shkurtimisht. E pastaj kam hyrë në seminar. Pastaj në seminar je shkolluar? Seminari është vendi. Ku je shkolluar pak a shumë? Unë jam shkolluar në seminarin ndërdiocezan në Këshillit të Mirë në Shkodër. Po. Dhe thjesht kam përfundu vitin e fundit të formimit, po themi, e kam bërë në Itali. Në Instituto Teologico Pontificio Leoniano. Është në zonën e Ananjit, afër Romës. Okej, tani kemi parasysh administratura apostolike e Jugut. Po. Dhe për herë parë shkurohet një prif dash më tepër një militor në Lushnjë, në Jug, pra e Jugut. Kjo është veçantia, domethënë që është shugurimi i parë me shtarak shqiptar. Shqiptar në Jug të Shqipërisë. Shihe. Nga Mirdita mo, fantastike, shihe. Domethënë edhe gjaja e bukur është që i pari prif shqiptar në Jug të Shqipërisë vjen me origjinë nga zona e Mirditës. Edhe për këtë falenderoj Zotin, edhe për këtë do ta kremtoj edhe neshën sot në orën 5 këtu në mrekulli, shiko, ne kemi militor kemi në disa zona të Jugut, si për shembull është Lushnja, është një pjesë e Vlorës, ka në Vlorë, ka në Borsh, në Sarandë, në Sarandës, etj. Ti ke shku gjatë kohës si diakon, domethënë, unë tani nuk i di shumë të hierarkitë fetare, por kaq sa ashtu. Pra ti ke shërbyer nëpër komunitetet e Mirditës atje? Patjetër, unë normal që nuk ka kisha katolike, ka përgjithsisht ortodokse kështu, por ka disa kapela me të cilat kujdesen motrat, më shumë motrat që janë aty në përbashkësi të ndryshme. Unë kam shku si seminarist, kam shku si diakon më vonë, edhe kam shërbyer në këto vende, pastaj edhe kur më pyesin për punën e origjinës, sepse
e shohin që nuk jam me origjinë nga Lushnja, por është dialekti ai që ban që e vënë edhe ndukja dhe më pyesin. Edhe kështu që fillojmë të bëjmë muhabet. Po, I njoh, i takoj her mas here. Unë shoh që militorët atje duan ty. Po, kjo është Dhe e ti ke vërtetë. ardhur sot me thënë që ti je jo vetëm militor në jug, e në Lushnjë, po je militor në raj. Po. Kështu që ne do të njekë, mund të të njekë gjithë meshën. Na shumë kënaqësi që të shoh nga një prift i ri, që ke urtak ti, që ke kështu, orator, i pas ke gjitha, pas e formim, kulturë, edukat dhe gjitha, dhe është kënaqësi e madhe që unë njoh një prift të ri militor me këtë format që ke ti. Unë të falenderoj përzemërsisht. Okej. E ndjekim në orën sot. Jemi në orën Në orën 5 në mazmite. 5 me ardhmë njek meshën e një djali të talentuar militor në fushën e teologjisë, besimit dhe të humanizmit. Faleminderit.